Tensione ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë janë rritur pas deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump, i cili akuzoi Moskën dhe Pekinin se po kryejnë fshetas teste bërtamore në nën tokë. Sipas SBA-s, këto teste nuk kanë të bëjnë vetëm me zhvillimin e sistemeve të shpërndarjes, por mund të kenë implikime serioze për stabilitetin ndërkombëtar. Kina ka mohuar kategorikisht çdo aktivitet të tillë. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov në një deklaratë për mediat shtetërore theksoi se Moska është e gatshme të diskutojë me SBA-n për të sqaruar çdo dyshim, duke mohuar në të njëjtën kohë pretendimit e presidentit Trump. Lavrov nënvizoi se SBA-ja ka mundësi të monitorojë aktivitetet ruse përmes sistemit global sismik dhe nuk ka prova për teste bërthamore të fshehtë. Ai gjithashtu konfirmoi gatishmërinë e Rusisë për një takim të mundshëm midis presidentëve Vladimir Putin dhe Donald Trump, duke theksuar se Moska mbetet e hapur për rifillimin e përgatitjeve për samitin e propozuar, i cili është planifikuar të mbajë në Budapest. Analistët ndërkombëtar vlerësojnë se deklarata e Rusisë duket se janë ende më shumë si një manovër për të fituar kohë sesa një sinjal i vërtet për një armpushim të mundshëm në Ukrainë. Rritja e tensioneve ndodh në një moment ku negociatat për të dhënë fund të luftës në Ukrainë kanë ndërshtuar, duke rritur shqetësime për një garë të mundshme armatimi dhe rrezikun e përshkatësimit të konflikteve ndërkombëtare. Situata nënvizon nevojën për dialog të drejtë për drejtë dhe përpjekje ndërkombëtare për të mbajtur stabilitetin global.